11 persona kanë rënë në prangat e policisë italiane. Karabinierët e Livornos kanë ekzekutuar 11 urdhër arreste me burg në provincat e Nuoros, Pizës dhe Bolognos. Mësohet se të gjithë të arrestuarit ishin me origjinë nga Sardenja dhe të moshës midis 33 dhe 54 vjeç, të cilët besohet se janë përgjegjës për sulmin ndaj 2 furgonëve të blinduar që ndodhi më 28 mars. Sulmi ndodhi në mes të ditës në rrugën SS1 Aureliak në komunën e San Vincenzo dhe komandot e armatosur ja dolën të grabisnin 3 milionë euro dhe t'ja mbathnin. Të arrestuarit akuzohen për grabitje të rëndë, posedim dhe mbajtje në një vend publik të armëve të ndryshme luftarake, municioneve luftarake, eksplozivëve dhe armëve të zjarrit të zakonshme, si dhe vjedhje të rëndë dhe pranim të mallrave të vjedhura. Hetimet lejuan të përcaktoheshin marrëdhëniet dhe aktivitetet përkatëse të kryera nga të dyshuarit, disa ekzekutor material dhe të tjerë me funksione mbështetëse, të cilët rezultuan të ishin ekspert në përdorimin e armëve, përfshirë ato të luftës dhe eksplozivëve, me aktivitete përgatitore disa mujore dhe gjetjen e automjeteve, të përdorura për të bllokuar furgonët e transportit të parave. Në operacionin e shpejtë të karabinierëve të Livornos, të mbështetur nga forca territoriale kompetente dhe grupi i ndërhyrjes speciale, skuadronet e helikopterëve morën pjesë gjithsej mbi 300 karabinierë.